Shpallja e Kuranit. Profeti ynë Muhammed a.s. përpara se t'i vinte shpallja hyjnore për herë të parë, shkonte në shpellën Hira, që gjendet pranë Mekës, dhe kalonte aty kohë në vetmi, duke menduar rreth madhështisë së Allahut. Në mbrëmjen e ditës së hënë të muajit Ramazan, në vitin 610, ai gjendej në shpellën Hira, i drejtuar me gjithë shpirt nga Allahu, kur pikërisht atëherë, meleku më i rëndësishëm, Xhebraili a.s., me urdhrin e Allahut, erdhi tek profeti a.s. dhe i tha 3 herë: "Lexo." Kur profeti a.s. e pyeti se çfarë të lexonte, meleku i komunikoi atij 5 ajetet e para të surës Al-Laq. Kështu filloi edhe shpallja e Kuranit. Kur erdhi shpallja hyjnore për herë të parë, profeti a.s. ishte 40 vjeç. Kuptimi i 5 ajeteve të para të surës Al-Laq, që ishin edhe shpallja e parë e Kuranit, është si më poshtë. 1. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. 2. E krijoi njeriun nga një droçkë gjaku. 3. Lexo, Zoti yt është bujari më i madh. 4. I cili me anë të penës ja mësoi. 5. Ja mësoi njeriut ato që nuk i dinte. Me fillimin e shpalljes së Kuranit, profetit Muhammed a.s. ju bëhet ditur se ai ishte profeti i fundit. Kurani u shpall për një periudhë 25 vjeçare, herëherë në formë ajetesh dhe herëherë në formë suresh. Të shumtën e herëve, ajetet shpalleshin si rezultati një diskutimi apo një ngjarjeje. Diskutimet dhe ngjarjet për të cilat zbritën edhe ajetet e Kuranit quhen sebeb i nuzul. Ajeti i fundit i shpallur i Kuranit është ajeti 281 i surës Bekare, kuptimi së cilës është: "Dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni tek Allahu, kur çdo kujt do t'i jepet ajo që ka fituar dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi."